shepare, ose lyp diçka që ty s'byn gjop e lyp një diçka më të madhe. Dëshirë, kjo nuk është dëshirë, po është një posllëk që ti s'po di qysh me mbush atë posllëk që e ke brenda. Falë Zotit, më ka taku me meritën, jo në ai person, më ka taku me thonë një shoqja dikush dëgjoje këtë mentore, dëgjoje, po kjo ka ardhur prej Dumica. Edhe ditën e parë që e kom dëgju, më thonë Zot, unë sot kokë gati për diçka tjetër, si kom gati, nuk ma ka sjell Zoti, kjo është që 20 vjet, unë merita para, po thonë verës, po, edhe, po thash kjo kru, se isha gati për me ndëgju meritën, ma herët s'kom qenë gati, mi ndëgju ligjëratat e meritës. E vërteta është që unë nuk jam për pak njerëz vërtet, sepse jo të gjithë njerëzit munden të ju kaq feo. Pra ta jemi kaq. Kur kemi gjithë këto hallë, dhe unë kam daluar tani të përgjigjem shumë me njerëz që qajnë, rinë një pa gjumë tër natën, që ju përgjigjesha njerëzit vetëm qajshin. Ne nuk duhet të rrimë në mjerim dhe të them kam këtë. Akoma dhe sëmundja dhe disfata që na vjen, neve na vjen sepse duhem të shikojmë diçka. Çfarë ndodh? Atë ndodh më mbrapa dhe jo të qëndrojmë atje pa doli në dritë bëjmë mapa përpara. Shkëputjet nga zinxhiri. Do të thonë, së mos gratë kanë shumë dhimbje dhe nga gruaja do vi shërimi, sepse një grua, kemi dhe 2 burra, 3 sot sa mirë. Faleminderit që jeni përfaqësues të Kosovës. Kur një grua hap zemrën, atëre mundet t'i japi dhe burrit, mundet t'i japi dashuri, se gruaja nuk erdhë të jetë burr, ne u bëm burra pa dashje. Sepse na bën gjërat ashtu ndodhi që na ndodhen, ne nuk është më nevoja, ne do fillojmë t'i lirojmë dhe harmonia e të gjithë